Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Plus Minus 18. Sot do të flasim për arsimin profesional, i cili vitet e fundit i ka tërhequr shumë të rinj, të shtritur pra numri i tyre që nuk zgjedhin gjimnazin e përgjithshëm, por zgjedhin arsimin profesional. Në fakt, unë kam vënë re, sepse temën e kam rikthyer disa herë, që nuk e zgjedhin vetëm për faktin që arsimi profesional i ofron atyre më shumë mundësi punësimi gjatë kohës që studiojnë. Përkundrazi, një pjesë e madhe e tyre e kanë universitetin në planet e tyre, por duan që të mësojnë nëpërmjet punës, që është një eksperiencë krejtësisht ndryshe, totalisht larg mësim nxënjes në një farë mënyre tradicionale. Duan edhe të kenë eksperiencë gjatë studimeve të tyre gjatë moshës 15, si bie 16, 18, sepse e kanë 4 vjeçar sistemin, pra në këto vite duan që jo vetëm të studiojnë, por edhe të mësojnë, bëjnë internshipe të ndryshme, eksperienca të ndryshme, punësojnë në hotele të ndryshme, në varësi të degës që ata ka zgjedhur. Megjithatë, ne do të diskutojmë më afër me ta se pse e zgjedhin arsimin profesional, cilat janë benefitet, cilat janë mundësitë që ofrohen atyre, por nga ana tjetër edhe nëse ka ndonjë kosto. E vetmja kosto që unë personalisht shoh mund të jetë fakti që ka një lloj paragjykimi. Ndryshe nga shoqëritë e tjera, vendet e tjera ku gjërat janë të ndara, nuk ka paragjykime, një person që zgjedh të punojë nuk paragjykohet nga ai që ka synim të marrë një diplomë. Në Shqipëri bëhet një lloj diskriminimi. Me shumë kënaqësi do të prezantoj tani në studio 3 nxënës që vinë nga Shkolla Profesionale e Elbasanit dhe është Dimena Kasemi, nxënëse për hoteleri turizëm. Dimena, mirë se erdhe, shumë kënaqësi që e pjesë e programit. Është Irgi Muça, nxënës në teknologji, informacion ose IT, le ta themi që mos ngatrohemi me termat. Irgi, mirë se erdhe, shumë kënaqësi. Dhe Kesi Lupa, gjithashtu për IT. Kesi, mirë se erdhe, shumë kënaqësi. Kesi ti je 18 vjeç në vit të tret, pra ke edhe një vit për të quajtur maturante. Pse zgjodhët arsimi profesional? Arsyet personale që gjithë secili nga ju, që kam përshtypjen se duket sikur mund të keni të përbashkëta, po janë të ndryshme. Arsye sepse dikush zgjedh arsimin profesional. Mund të jetë një bisedë konsulence me mësuesit, me prindrit, nevoja për para, nevoja për të studiuar ndryshe, për të pasur eksperienca gjatë gjithë këtyre viteve që ju studioni, duke punuar, pra mund të ketë arsye të ndryshme. Për ty, Kesi, cila ka qenë? Atëherë, për mua si një nxënëse në klasë të 9 në sistemin e atëhershëm, ishte pak e vështirë si zgjedhje, sepse arsimi profesional sapo kishte filluar të merrte zë, që duhet të regjistroheni, kishte sapo dalura benefitet. Dhe për mua ishte një zgjedhje pak e vështirë, me thënë të drejtën, pasi dhe gjithë shoqëria që unë kisha vërdall meje më paragjykonte. Thoshte, pse duhet të zgjedhësh domosdoshmërisë profesionale kur mund të jesh me ne, ke një të ardhme më të mirë në qoftë se shkon në gjimnaz, por unë duke parë dhe rrjetet sociale të shkollës dhe grupit e promovimeve që vinin nga shkolla profesionale tek ne, gjeta dhe një ndër pasionet e mia që ka qenë IT-ja, ishte degë e shkollës dhe mendova që le ta provoj. Le të kanalizoj në një farë mënyrë pasionin edhe dijen time në një rrugë që do jetë rruga e të ardhmes time. Po ti e patë vetë idenë se je shumë e vogël në atë moshë, apo ishin edhe prindri që në një farë mënyrë insistuan? Po, dhe prindrit e mi më ndihmuan shumë që të merrja vendimin, sepse më parashtruan të gjitha mundësitë. Më thanë, nëse do shkoja në gjimnaz, do kaloja 3 vite dhe pastaj do merrja diplomë dhe do shkoja direkt në universitet. Ndërsa në arsimin profesional, unë nuk isha mundësinë që edhe të bëja networking, që mua më duk shumë e këndshme. Unë atëherë nuk e dija tamam se çfarë ishte networking, por në momentin që hyra në shkollë, edhe pas vitit parë, pas praktikës në biznes, unë pash se ishte diçka shumë e bukur për të përjetuar në një moshë relativisht vogël. Dhe ishte një balancë shumë e lezetshme midis jetës studentore dhe jetës profesionale. Dhe je sot shumë e kënaqur. Nuk është se ke një moment që u pendove? Asnjë moment nuk jam penduar. E kuptoj. Irgi? Po, personalisht, unë kam zgjedhur arsimin profesional sepse unë që në moshë të vogël kam filluar të eksperimentoj me kompjutera, për shkak se më prezantoi vllai në fillim, duke qenë se ishte adoleshent atëherë. Si? Me PlayStation? Jo, me kompjuter. PlayStation erdhi pak më vonë. Më vonë. Po sa vjeç ishe ti kur eksploroje në kompjuter? Le të themi 7-8 gjë të tillë. Futesha aty kur nuk shifte vllai. YouTube, video, këto gjërat kështu? Po. Edhe me lore zakonisht, me aplikacione të ndryshme.
Nëse mi tregon të vllai shumicën, po ndonjëherë hyja edhe vetë pa lejen e tij. Edhe që Kështu të lindi një lloj pasioni në një pasion, farë mënyrë. parë. Dhe kur rrita, vendosa që ja vlen më mirë të vazhdoj atë që dua, pra çfarë kam pasion, se sa të vazhdoj mjekësinë apo ku ta di unë një gjë tjetër që nuk Po më pëlqen. degët që janë bërë stereotipik. si trend, le të themi. Dhe vendosa të ikin në shkolla profesionale. Prap, unë mendoj që është një moshë shumë e re për të pas peshën e vendimarrjes, pra që të marrësh një vendim vetëm. Ishin prindrit që ta ushqyen, të mbështetën, të thanë ata që... Jo, isha unë e që ushqeva prindrit me idenë në shkollës profesionale. Ata ishin pro apo kundër? Në fillim ishin pa kundër, duke dëgjuar tash themet e shkollave profesionale, nuk me lanë në fillim, por mas shumë Çfarë do të thotë përpjekjesh tash themet? që nuk ja vlen atje, nuk do mësosh gjë, nuk e bën mësimin një lloj si gjimnazet, nuk merr notat që duhet. Pra i merr Por në fakt i bëni lëndët e përgjithshme të gjitha? Po i bëjmë. Po jo. Po i bëjmë. I bëjmë, por i bëjmë të reduktuara në krahasim me gjimnazin. Në qoftë se gjimnazi bën gjuhë letërsi 2 ose 3 orë në javë, nuk e di tamam, neve bëjmë 1 orë në javë. E kuptoj. Po jo se nuk i bëni fare. Jo, i bëjmë. Merrni njohuritë e përgjithshme të Bëjmë, po, lëndëve të përgjithshme si matematikë, gjuhë letërsi, Po, gjitha. janë histori. Po, patjetër. Se duhet dini pak dhe nga këto si të shëtjen, do ju duhen në jetë. Dhe kështu ti vendose. Po. Çfarë sot që ti je në vit të parë? Vit parë, Je më i vogël, edhe pse s'dukesh. Si ka qenë eksperienca jote? Me që u mbyll viti në një farë mënyrë, si e mbyll vitin njërë, e mbyll me sukses? Po, shumë sukses. I lumtur? Po, shumë. I papenduar? Po. Nuk është se do shkosh në gjimnaz? Jo. Jo, nuk do Kam itesh. një është përfundimtare. Pra ti konfirmove gjithçka që kishe në mendjen tënde gjatë këtij viti dhe nuk pata asnjë moment që të kishe një dyshim të të pendohesh ose... Okej, momente kam pas, po e kam Ke pasur? penduar... Kur e pate një moment pendese? Në fillim fare, në javët e para të shkollës. Nuk me dukesh sikur përshtatesha aty dhe doja të largohesha, pastaj vendosa që shtesh fillimesh, normalisht i vështirë, edhe e kalova. Që mund ta kishe këtë moment edhe në gjimnaz, Po, sepse kanë përshtypje që kur kalon nga 9 vjeçare në gjimnaz ose në arsim profesional si ju, është gjithmonë një periudhë që duhet përshtatesh. Dhe nuk e dia ka pasur të bëjë me arsimin profesional apo me faktin që ti po kaloje nga një sistem në tjetrin, mosha ndryshon. Është dhe pak ndryshimi ambientit. Nuk është e lehtë kjo pjesa. Çfarë të pëlqen më shumë tek arsimi profesional? Çfarë niste të shijosh avash avash? Pasi kalove këtë periudhën e vështirë. Praktikën për degën. Mënyra se si hyjmë në thellësi tek pjesët fizike të kompjuterit, në mënyrën se si mund ndërtojmë një aplikacion apo një website, mënyrën se si mund të dizenjojmë një logo apo një poster, dhe mënyra se si mund të konfigurojmë rrjetet e ndryshme, që kam qenë shumë kurioz fillim për këtë gjë. Vetëm pyesja zyshat nëse si bëhet kjo, si bëhet kjo. Nuk i ljerë domethënë. Irgi, ti mund të bësh IT, po ti mund të shkosh shumë lehtë edhe te Akademia e Arteve në universitet, kur të mbarosh këtë shkollën. Mirë për aktor. Si ke të gjitha rekvizitet fizike të pakten. Je shumë king. Dimena, ti pse zgjodhe këtë arsimin profesional? Nuk e kisha idenë që kishte një shkollë profesionale, si gjithë do i kenë gjimnaz. Se do i bëj edhe ti ndryshe. Po. Si turma. U influencova nga një shoqëri që e kishte provuar si shkollë profesionale. Foli, më pëlqeu, kishte një ide kështu. Kush ishte influencuar nga një shoqëri? Ti apo dikush nga familja? Jo, kisha unë një shoqëri që e kishte kishte provuar. Kishe ti disa shoqe dhe shok, po. Folëm për shkollën profesionale, folëm për degët dhe unë u interesova, më pëlqeu goxha. Pëlqeu programi, mënyra si funksionon? Po, më pëlqeu dhe dega që kishte brenda që unë doja të ndisha. E kisha të sigurt domethënë. Ma si funksionon sot, se ne dikur s'është shkonim kështu si sot që bëjmë vizita, ta shikojmë gjimnazin, ta shikojmë shkollën. Ti shkove i pe ambientet? Po, shkova dhe me shkollën në vjeçare, po, i takuam pas gjitha ambientet, edhe aty u influencova më shumë. Kur i pe nga afër? Po. Nga prindit s'kam pas një pengesë të madhe, kam pas zgjedh çfarë duash. Si e pritën ata kur u atheti gjën? Ishin dakord. Dua të bëj arsimin profesional për hoteleri turizëm. Ishin dakord, ishin zgjedh çfarë duash, ti e di më mirë, nuk penguan fare. Sado që ka qenë dhe kjo
Si që thanë... Po qëfar të duk ty më e favorshme? Qëfar peti diçka që do të ndihmonte të ty më shumë se sa një gjimnazi përgjithshëm? Praktika. Praktika fizikisht ndihmon të zhvillon goxha, përveç se vetëm teoria. Ndihmon goxha praktika. Asnjëri nga ju nuk e ka zgjedhur arsimin profesional për nevoja ekonomike të familjes ose personale. Se mund edhe të ndodhë, nuk ka asnjë gjë që është çudi sot, se ne kemi edhe ndonjëherë kemi një mentalitet sikur mund të ketë nevojë familja dhe ti e bën këtë gjë dhe nuk ka asnjë gjë të keqe këtu. Por ju e keni zgjedhur vetëm për benefitet personale, apo jo? Po. Që ju jep ky arsim. Tani, ju e keni në plan universitetin? Po. Të tre? Po. Se kjo është çështë, unë këtu jam habitur, se unë gjithmonë kisha krijuar një ide, sikur të gjithë nxënësit që shkojnë në arsim profesional, universitetin e kanë me kryq, nuk shkojnë në universitet, sepse shkojnë aty për të punuar dhe për të vazhduar këtë rrugë, pra për të marrë një zanat, si me thënë. Që nuk është kështu i bie. Por kam përshtypjen që edhe me këtë kohë që ka ardhur, neve kemi një benefit shumë të mirë, sepse ne kemi dy profesione. Ne për shembull, mbasi mbarojmë profesionalen, ne kemi dy certifikata me të cilat pajisemi, ku ne testohemi dhe sipas rezultateve ne marrim tituj. Dhe në vit të dytë neve jemi tashmë flas për veten, në vit dytë isha gjysmë profesioniste, si të themi, dhe në përfundim të vitit katërt unë mund ta ushtroj profesionin në multimedia si një profesioniste, vërtet. Pra ti edhe gjatë studimeve të larta mund të punosh lehtësisht. Patjetër, po. Por ti je kondicionuar në alternativat për cilat duhet të studiosh në universitet. Ti duhet shkosh patjetër tek Jo, as pak. IT-ja, apo jo? As pak. Unë personalisht... Çdo gjë mund studioni ju, edhe mjekësi, edhe... Përveç mjekësisë. Përveç mjekësisë, sepse mjekësia sigurisht ka nevojë... Pra ka disa lëndë, po janë shumë pak, i bie. Janë shumë pak. Për shembull, po flas për veten. Personalisht, unë pasi të mbaroj multimedia kam shumë dëshirë që të vazhdoj një shkollë biznesi, për administrim biznesi, menaxhim dhe unë mund të kem dy profesione në të njëjtën kohë, edhe në kompanitë që ndihmojnë njëra tjetrën, se ka dhe lidhje ka të bëj kjo. Pra, IT dhe menaxhim biznesi bashkë shkojnë shumë se ti ke disa aftësi. Por në njëjtën kohë mund të ushtrosh dhe të dyja ndarazi. Po. Dhe është diçka shumë e mirë në mendimin tim, sepse në këtë kohë që ka ardhur, domosdoshmërisht, sidomos në Shqipëri, një punë, si thua, edhe në Amerikë kështu thonë është, nuk mjafton një punë. Irgi, po ti do vazhdosh universitetin? Pavarësisht se është pak si herë për ta menduar, unë kam vendosur që ta vazhdoj. Për IT? Po, për IT. Po, nuk e ndroj. Në këtë moment, për çfarë mendon se do të duhet arsimi profesional? Duke qenë se ti universitetin e ke në planet e tua, pra do investosh aty. Kjo është sepse do e ke qëllim në vetvete të punosh, të marrësh eksperiencë gjatë këtyre viteve? Po, ajo është ideja, që të kem një ide të qartë të informatikës, të kem të gjitha bazat, që kur të shkoj në universitet, në të ardhmen, të kemi koeficient më të lartë për lëndët që të jepen atje. Duke ditur se unë i di bazat atyre dhe nuk kam se të stresohem shumë gjatë të mësuarit. E kuptoj. Dimena? Po, do e vazhdoj. Do vazhdojsh dhe ti? Për ato që thamë? Edhe ndoshta e ndryshoj, do ta shoh, se është edhe herë ta mendoj. Tani po që aktualisht punon do njëri nga ju? Punoj. Tani jo. Ti punon? Po. Ku punon? Unë punoj pra një agjencie turistike, që është dhe partner e shkollës tonë. Si fillim kam shkuar si praktikante, dhe më pas më kam pëlqyer dhe u punësova. Dhe tash më kam një vit që punoj atje. Vërtet? Si është të punosh në këtë moshë? Gjë më e bukur që mund të bëja. Se moshatarët e tu thuajt vërtetën. Ke para, ke eksperiencë, vjesh më e pjekur. Eksperiencën po. Por edhe ndihem shumë mirë, sepse mbush ditën time me diçka që vërtet më vlen. Është e lodhshme ndonjëherë për ty, sepse mosha jote mbase ka të tjera gjëra në fokus, të dalë pak më shumë, të eksploroj pak më shumë. Ndonjëherë është e lodhshme, por çdo gjë do sakrificën e saj. Dhe gjë mangët në nuk është se lehtë të del koha dhe të punosh, pra për të bërë të gjitha. Ka më shumë lodhje apo satisfaksion?
satisfakcion, sepse ti mëson. Unë jam në shkollë, unë shkoj dhe mësoj. Në punë... Si reagojnë moshatarët e tu kur ju thua që unë punoj? Që mbasën... Që tani? Që tani? Që tani... Përgjigjen ata, që tani? Po. Mua më pëlqen. Unë kam shumë Po dëshirë them, reagojnë mirë apo reagojnë me paragjykim? Ka njerëz që e paragjykojnë si fakt. Mendojnë se unë punoj për të ndihmuar familjen. As pak, unë kam egon time personale që dua të punoj, dua të kem të ardhurat e mia dhe dua ta kem si vin time sa më të pasur. Po lekët ku i çon? Çfarë bën ti me këto paratë? Na intereson kjo. Patjetër shkojnë për shopping. Po, gjithashtu. Bën dhurata dhe familjes? Po, patjetër. Është kënaqësi kur... Ti kontrollojnë prindrit të ardhurat, se thonë që leku i prish të rinjtë dhe mos duhet të lënë shumë para. Nuk këshillojnë se si ti harxoj, sepse asnjëherë nuk e kanë atë që sillin në shtëpi ti kesh këto se si thonë më bjerë si ta ruajnë. Jo, të kontrollojnë në kuptimin se si shpenzon ti. Po, patjetër unë gjithmonë konsultohem para se edhe po ti morën s'ka ndonjë gjë të keqe, se në fundit ti aty po jeton. Një kontribut do ta japësh, s'ka asnjë gjë të keqe. Por që është satisfaksion i madh apo jo, të fitosh para në këtë moshë, të kesh respekt për punën, disiplina, eksperjenca, është një hap më përpara, kam përshtypjen se të mëson shumë jeta, eksperienca e jetës. Irgi, ti ke qejf të punosh? Po, normalisht që po, qenë se jam akoma i vogël, s'ka fligji. Është arsimi profesional një zgjedhje e juaja, edhe sepse në një farë mënyrë u jep mundësinë që ju të punoni për shkak të bashkëpunimit që shkolla ka me bizneset të ndryshme, që bëni internship të ndryshme, bëni praktikë dhe në një farë mënyrë mundësia që ju të punësoni si që ka ndodhur edhe kesit, është aty prezente, apo jo? Po. Andimena? Po, gjithmonë është prezente. Përderisa je futur tek arsimi profesional, gjithmonë është prezente. Po pse s'punon ti për shembull? Se ke qëllim? Jo, unë do doja të punoja shumë, jam kërkim të punës, për tani në sezonin e verës, përderisa... A ka Elbasani turizëm shumë, hotele shumë edhe... Turizëm në vitet e fundit, sikur shtritur pak, por që nuk është se ka pikë për turizmin. Okej, se ne dihet që e kemi Bregdetin shumë, që na i merë, le themi, të gjithë turistët, por që është, gjithsesi e kanë në atë guidën turistike të huajt, kur vinë Elbasani. Nuk është jashtë, do me thënë, si që është Kruja, është edhe Kalaja Elbasanit, e tjere tjere. Kështu që s'ka arritur dot që të mbyllësh një kontratë, një farë mënyre, për të punuar. Po, nuk i kam gjetur akoma, se du të punoj gjatë sezonit të verës, përderisa gjatë sezonit shkollës do t'jeshtë fokusohem tek mësimet. Ju punoni me kohë të plot apo kohë të pjesshme? Unë personalisht punoj me kohë të plot. Të plot? Po. Pra janë kushtet për ty problem, Dimena? Ti e do me kohë të pjesshme apo me kohë të plot punën? Sepse të paktën moshatarët tuaj që nuk janë arsimin profesional, po që ka një dëshirë të punojnë gjatë verës, vura re që janë shumë të dhënë bas disa... nuk bëjnë kompromis me disa kushte. Pra, duan të punojnë me kohë të pjesshme, duan të paguhen shumë mirë, e kanë problem pagesën e ullet edhe pse s'kanë eksperiencë, edhe kjo mund t'jetë edhe për shkak të disa standardeve që brezi juaj i ka dhe ne nuk jemi pasur në konton, për ne të gjejmë një punë ishte shumë okej edhe bënim shumë sakrifica, ndërkohë që sot të rinjt janë më të fokusuar tek mirëqenia, standarde që kanë. Kjo mbas edhe nga që kanë një lloj mbështetje më të madhe nga familja, ka shumë element. Kështu që ju e keni këtë? E keti Dimena këtë vështirësinë e standardit më shumë, apo? Thjesht gjatë periudhës verës është më mirë për mua. Të punosh vetëm gjatë verës? Tani për tani... Që s'do të angarkosh veten? Gjatë shkollës jo, dhe të fokusosha më shumë tek mësimet, tek... Më flisni pak për këtë pjesën e paragjykimeve. Ju paragjykojnë tani dhe a jeni ndjerë të paragjykuar kur keni të bëni me shoqëri jashtë shkollës, pra me shoqëri të vjetra ose që vinë nga gjimnazet përgjithshme, ju shohin kështu si më pak? Mendoni se ekziston ende ky mentaliteti që kush shkon në shkollë profesionale është sepse s'është i zoti që të vazhdoj arsimin e lartë apo gjimnazin e përgjithshëm ose sepse ka nevojë që të punojë edhe është ndryshe, domethënë, shihet kështu si
Tani për tani në këtë moment, sa vjen dhe arsimi profesional po shihet në një pikpamje më pozitive. Por, kur kam qenë unë në vit parë edhe në vit të dytë, kishte njerëz që ishin shumë skeptik, kur i thoje që unë vazhdoj profesionalen. Sepse mendonin që infrastruktura është e keqe, mendoshin se stafi i mësimdhënies nuk e bën punën siç duhet, domethënë kishin disa paragjykime që pa i parë vetë, mendoj unë nuk mund të dalësh në përfundim. Unë personalisht ja kam shpjeguar, domethënë gjithë eksperiencën time. Neve kemi bërë vizita në shkollë, kam qenë në vjeçare, dhe shkolla është me një infrastrukturë të paparë. Po unë kam përshtypjen se nëse ka ndryshuar disi mentaliteti, aktualisht ka ndryshuar edhe për faktin se shkollat profesionale kanë edhe alternativa shumë në drejtime të ndryshme. Pra, për shembull teknologji informacioni, që të bësh IT dhe të jetë arsim profesional, dikur ishin disa profesione të tjera, se do t'i diskutojmë me mësueset në kohën para viteve 90, shkolla profesionale, se ju paragjykoni për shkak të atyre mbetjeve të mentalitetit që është krijuar atëherë që ishin vetëm zanate si hidraulik, elektricist, nuk ishin... Zanate që zakonisht kërkojnë forcë fizike. Forcë fizike, një lloj jo përgatitje shumë të lartë, le të themi, intelektuale. Ndërkohë tani ka ndryshuar e gjitha, por disa të tjerë mund të kenë ngelur ende tek ai mentaliteti dhe mendojnë se edhe ju jeni të interesuar vetëm për aq. Neve në çdo drejtim të shkollës tonë ka dhe profilizime. Neve shkojmë 4 vjet atje me të vërtet, por për shembull për pjesën e IT-s, 2 vite janë thjesht njohuri të bazë. Kjo është bërë edhe për shkak se nëse një gjimnazist i cili pendohet që ka shkuar në gjimnaz, të ketë kohë të vinë në arsim profesional edhe të mos ngelet mbrapa. Viti i parë sidomos është thjesht njohuri bazë. Po ju ndërkohë e kundërta mund të ndodhë? Po. Se ti pendohesh shko në gjimnaz? Po, normalisht ka dhe njerëz që nuk e gjejnë veten. Është mëse normale, nëse dikush për shembull do të vazhdoj për mjeksi, edhe e kupton ndërkohë që është në vit parë, vetëm transferohen studimet, nuk është se do e nisësh nga zero. Po. Nëse e vit parë kalon atje vit parë, apo do digjet viti? Jo, kalon në vit parë. Kalon, i transferon. Po. Dhe si që po thoja, të IT-ja 2 vitet e parë janë njohuri bazë. Në vitë të dytë, sipas dhe dëshirës së nxënësve, mund të shkojnë dhe në biznes, ku mund të njihen me rregullat e biznesit, le të themi. Sepse ne bëjmë edhe praktik në shkollë. Praktika në shkollë është më tepër, siç tha dhe Irgi, që preken pjesët fizike të kompjuterit, mësohen si të krijosh një aplikacion, si të krijosh një logo, domethënë dhe sipas interesit të nxënësve. Gjithçka është me program dhe është më së miri strukturuar. Pas vitit të dytë, neve bëjmë një provim, të cili më pas na ndihmon të profilizohemi. Profilet e IT-s janë zhvillim website-i ose ndryshe programim, multimedia, që është pjesa e graphic design, marketing, dhe mbështetje përdoruesve etik, që anon më tepër nga cyber security dhe që janë këto pjesët fizike, që duhet të punosh fizikisht. Unë personalisht kam zgjedhur multimedia, sepse në këto kohë marketingu, në atë që mua më pëlqen më tepër të bëj, është diçka që sa vjen edhe merr më shumë zë, sepse çdo kompani, çdo biznes ka dhe opsione, Instagrami, rrjetet sociale. Ka dhe opsione të punosh nga shtëpia në ratin tënd. Punon kudo në gjithë botën. Pra opsionet janë shumëta me multimedia, kështu që është shumë okay. Ju Dimena dhe Irgi jeni ndjerë ndonjëherë paragjykuar dhe a mund të ketë influencuar kjo edhe në vendimin tuaj që mund të jeni, le të themi, lëkundur rrugës? Paragjykimi ka ndodhur sigurisht, se ka dhe njerëz tillë që mendojnë që arsimi profesional është për ato që nuk munden për më shumë, po unë nuk është se jam influencuar, thjesht kam menduar ato që dua vetë, ta bëj mirë. E kuptuar që më shumë është mungesë informacioni nga ana e tyre se sa. Po, shumë. Më shumë kam hasur fjalë ti ke pasur nota të mira pse zgjodhe arsimin profesional. Po. Se ti në fakt ishe me nota të mira. Po. E kuptoj. Edhe unë do ta bëja këtë pyetje në fakt tani që mendoj. Irgi? Po, më ka rastisur disa herë që të më thonë pse nuk zgjodhe gjimnazin, është më mirë, keme shumë mundësi në të ardhmen, po unë thjesht nuk kam influencuar edhe kam vazhduar atë që doja. Në fakt,
Duke hyrë, duke marrë informacion, duke folur dhe me ju, duke folur dhe me stafin, më duket një rrugë shumë e mirë dhe më duket sikur ka më shumë garanci, ka më shumë përgatitje, më duket më interesante mbi të gjitha se unë problemin kryesor e shoh tek gjëja kur bëhet e mërzitshme. Pra kur ty gjithë procesi i nxënjes të bëhet shumë klasik, tradicional dhe nuk të frymëzon. Më duket sikur ju jeni më të frymëzuar se sa ata që studiojnë nëpër gjimnaze klasike, sepse keni shumë eksperiencë dhe eksperjenca është gjithçka sot. Përveç ndërthurjes midis shkollës dhe biznesit, neve kemi dhe shumë projekte në shkollë. Dhe projektet janë si brenda vendit dhe jashtë vendit. Unë personalisht kam pasur mundësi që në vit parë të jem pjesë e shumë projekteve, po përmend dy nga ata që mua më kanë pëlqyer më tepër, ka qenë një projekt i Rajko, ku unë kam pasur mundësinë që të shkoj në Kosovë një javë, edhe ne gjithashtu kemi pritur një shkollë kosovare. Edhe një nga eksperiencët e mia më të fundit, ku këtë vit isha edhe në Zvicër, për një javë, po në një projekt shkollor, ku ne patëm mundësinë që të punoshim me pjesët hardware të IT-s. Dhe ishte një nga eksperiencat më të bukura, si nga ana kulturore, shëtitjet, por edhe nga ana profesionale ishte diçka shumë e bukur për të përjetuar. Gjithashtu dhe networking, siç e thash në fillim. Networking është, kam përshtypjen, gjëja më e rëndësishme e gjithë arsimit që ju keni zgjedhur për të ndjekur. Ju uroj shumë suksese dhe ishte vërtet shumë kënaqësi. Një pauzë e shkurtër dhe me panelin e dytë me mësueset e Shkollës Profesionale të Elbasanit për mësuar më shumë se si funksionon sistemi, benefitet, kontratat ose mundësitë që shkolla ofron për gjithë nxënësit dhe pse është rritur interesi, çfarë ka ndryshuar tek arsimi profesional. Pas pak. E me kthyer në pjesën e dytë, prezantoj me shumë kënaqësi Enkeleda Bedia, mësuese lëndës gjuhë, shqipe dhe letërsi në Shkollën Profesionale të Elbasanit. Mirë se erdhe, shumë kënaqësi. Faleminderit që je pranishme. Është Ebiona Gjeli, mësuese lëndëve profesionale, drejtimi hoteleri turizëm. Mirë se erdhe, Ebiona. Shumë kënaqësi. Ti je mësuese e re? Po. Apo jo? Sa kohë ish? Ish nxënëse dhe ndërkohë. Ish nxënëse në të njëjtën shkollë? Në të njëjtën shkollë, në të njëjtën deg. Sa kohë ke qenë mësuese? Po bëj 1-3 vjeçar. Një pjesë me kohë të pjesshme, ndërsa këtë vit jam me kohë të plotë. Dhe je lumtur apo jo? Nuk është se je penduar që bëre mësuese. Dhe Mirela Sarja, mësuese e lëndës ekonomi biznes. Mirela, mirë se erdhe. Shumë kënaqësi që je pjesë e programit. Tani, më duket mua apo ka një rritje të interesit të rinjve për arsimin profesional dhe një ndryshim të mentalitetit, jo vetëm të tyre, por edhe të prindërve, se janë prindrit ata që në një farë mënyre ndikojnë shumë, të paktën në atë moshë. Po, është e vërtet, ka një rritje të numrit të nxënësve. Çdo vit neve kemi pasur shtim të numrit të tyre, pavarësisht se random dëgjojmë që numri në përgjithësi nuk është aq, por e kanë kuptuar, prindrit e kanë kuptuar që më rëndësishme është të kenë një profesion që mund t'i siguroj jetesën, se sa të kenë një llakat. Mund të themi një arsim të përgjithshëm i cili nuk siguron ndonjë gjë. Pra, të bën të aftë për jetën. Ne shembull të gjallë kemi Ebionën, e cila ka qenë nxënëse shumë e mirë e shkollës dhe e rimorëm në stafin tonë. Po ashtu kemi edhe të tjerë. Unë nuk dua me thënë të drejtën që le të themi të përjashtojmë njërin për të ngritur tjetrën. Pra, nuk duhet me patjetër demonizojmë arsimin në gjimnazin e përgjithshëm për t'i dhënë vlerë arsimit profesional. Ajo që mua më bën përshtypje është që të paktën ne kemi pasur, Enkeleda, një mentalitet që kush shkonte në arsimin profesional është sepse nuk donte të ndiqte studimet e larta, por 1001 arsye. Sepse nuk mendonte se mund t'ja dilte, sepse si thonin nuk e ka mendjen ky për shkollë, po ta çojmë në një drejtim. Familja thoshte, ky s'ka mendje për shkollë, le të shkoj të gjej një punë dhe t'i japim një profesion. Për çështje ekonomike ka qenë një ndër arsyet kryesore dikur ana ekonomike, se si përballojmë dot studimet dhe që vazhdon mbase edhe tjetë sot. Kështu që i kishin pak të ndarë, apo unë shoh që pjesa më e madhe atyre kanë qejf të vazhdojnë dhe studimet e larta dhe të shkojnë. Që do të thotë, sot pra nuk është thjesht një alternativë, është edhe zgjedhje e parë arsimi profesional. Patjetër, në fakt unë do kaloj pak tek pyetja e parë që bët, në fakt u përgjigj Mirela. Vërtet ka një rritje të numrit, por unë do të ndalesh ajo thjesht në sasi. Ne pas kaq vitesh në shkollat profesionale kemi rritje të cilësisë. Pra nëse në numra kemi vite që jemi mirë, pra ka sasi prurje nxënësish, tashmë
synojmë cilësinë dhe sigurisht në drejtime si teknologjia informacion komunikimit, ekonomiku, po dhe tek hoteleria ne kemi nxënës të cilët na vijnë mesatare mbi 9, pra po synojmë cilësinë nxënës të mirë që vijnë nga 9-vjeçaria të burmosur, të mirë, që marrin dije profesion, që vazhdojnë rrugtimin e tyre. Në fakt, unë kam vite që në shkollë bëj dhe orientim, në karrierë kam bërë dhe vazhdoj ta bëj dhe ajo që vere është që pyetja e parë kur vinë nxënësit e 9-vjeçares që nga klasa 6 deri në 9, pyetja e parë është a mund të shkoj unë duke ndjekur studimin, arsimin profesional, a mund të shkoj unë në universitet? Patjetër që po, nuk ka. Në dikush është i lirë, nëse do të ndjekësh universitetin, patjetër që po, plotso kriteret, sikurse dhe një gjimnazist dhe ti shkon drejt universitetit. Por përvoja dhe vite tregojnë që ndodh dhe e kundërta. Një nxënës që vjen me mendje, me fokus që shikon po vjen arsim profesional, do marr këtë profesion, do shkon në universitet, stopon për një farë kohë universitetin. Sepse joshet nga puna, nga praktikat në biznes, kompania ku punon, nga parat, sigurisht ka të ardhurat mira. Do është para me një moshë të re, është joshtë, patjetër. Bën një farë, domethënë një sasi lekësh dhe thotë, po e mendoj universitetin më vonë, po punoj, po grumbulloj ca para, mund të ndihmoj familjen, mund të kem të mia, të zgjedhje e tij, dhe pastaj unë vazhdoj universitetin. Kështu që padyshim që asnjëri nuk është i privuar nga universiteti, por shumica e nxënësve që vinë me mendjen gjithmonë, unë do shkoj në universitet, e stopojnë për momentin, sepse gjejnë veten tek profesioni, tek biznesi ku shkojnë, tek mundësitë që u afrohen, dhe pastaj shikojnë del ngadalë që ka më shumë interes puna që bën, profesioni që ushtron se sa të shkuar në universitet. A ka dhe nga ata që vinë me idenë që nuk do shkojnë në universitet, dhe pastaj shkojnë? Patjetër që ka, është dhe e kundërta, është dhe kjo gjëja që vinë dhe thonë shikojnë po vit marrë një profesion, duat më gjejnë një punë, sepse ka dhe një të mirë shkolla profesionale, që punën shumicën e nxënësve në 90% të rasteve a gjejmë në shkolla, me lidhin kontratat, marrëveshjet me bizneset, është shkolla që ofrohet, që i gjurmon, bëhet një gjurmim i mirë nga koordinatorët, dhe shkolla ofron mundësit. Dhe thot, unë do vi, do punoj, nuk dua të shkoj në universitet, unë do vi për punë, do punoj, më gjeni një punë, dua të marrë një rrogë, ta çoj në shtëpi, dua për vete, familja më thot puno, sepse ne nuk të mbaj më, apo kam nevoja familjare, dua të punoj, por pastaj dal ngadalë duke parë shokët, duke rriten, le themi rriten, piqen fëmijët edhe kuptojnë që mund t'i bëjnë dhe të dyja, edhe punën dhe universitetit, dhe thot, s'po humbë kohë, edhe po punoj, po ndërkohë po shkoj në universitet dhe po studioj po të njëjtin drejtim, po duke zgjuar njohuritë apo një deg të përafërt që ati ndihmon pastaj që dhe t'i thellojë njohuritë e veta dhe i bën të dyja. Dhe në shumicën e rasteve ndodh që vinë me mendjen që do punojnë, por pastaj joshen dhe shkojnë në universitet. Ku qenë se dhe Elbasani ofron shumicën e drejtimeve, profileve që kanë dhe Universiteti i Tiranës, ofron gjitha në Elbasan, kështu që e kanë hapësirën. Tirana është afër, kështu që një faktor që ka ndikuar me fjalë goxha është edhe Agjencia e Arsimit dhe Formimit Profesional. Pra, sepse ne duke që në shkollë publike, shteti ka ndonë goxha përparësi, si edhe shpërblimit themi të mësuesve, por nga ana tjetër kemi edhe një kurrikull të gjerë. Dhe kjo ka bërë të mundur që të rritet interesi për një gjërësi të madhe të popullatës. Kufizimi është shumë i vogël, apo jo? Pra, për të shkuar në universitet, një individ, një nxënës që zgjedh arsimin profesional, dhe thotë që më fal, mua nuk më kushton gjë, kostoja është që mjafton që ti mos të studiosh për mjekësi, apo jo? Po, patjetër. Pra, kufizimi është i pakët, mundësitë janë shumë të mëdha, edhe ai thotë, më fal, çfarë humbas unë, se unë kam më shumë benefite se sa humbje nëse zgjedh për shkak kurrikulës, për shkak të zgjerimit që ju keni, kështu që është bërë më tërheqës e Biona? Po. Kjo e ka bërë më tërheqës apo ka diçka tjetër që e bën arsimin profesional më tërheqës? Dhe që e ka bërë në një farë mënyrë mos tjetë vetëm alternativë, pra me që s'kam këtu mundësi, po shkoj këtu. Por e ka bërë dhe zgjedhjet parë. Çfarë e ka bërë? Arsimi profesional nuk është alternativë, të paktën nga eksperienca personale se një ish nxënëse dhe ndërkohë në periudhën që unë kam qenë ka qenë akoma më vështirë, mentaliteti ka qenë më i ndrydhur. Femra shkolla ka pas shumë më pak nga çka tani dhe po. Këtë se dia. Kur unë kam qenë maturant. Arsimi profesional kishte më shumë djem? Po. Dominonin. Sepse janë qenë në masë të tilla si mekanik, për shembull, ndërtim që kanë qenë më shumë, ekonomiku, hoteleri, turizmi, për shembull kanë më shumë vajza, tiku ka tani goxha vajza dhe akoma shteti ka filluar dhe duke bërë ndërgjegjësimin e vajzave dhe ka ofruar edhe Dek që themi u përshtatë ato levetishme për vajzat. Numri vajzave në profesione atipike quajmë ne, sepse nëse tekstil, konfeksionet, hoteleria, mund të jenë apo ekonomiku janë degë që le të themi të prirura ku ka shumë vajza,
Për herë të parë siç kemi kesin, domethënë vajzat shkojnë në profesionin që quajmë atipike, që deri dje janë konsideruar si maskullore, por që sot bëhen shumë mirë domethënë nga vajzat dhe ka rritje të ndjeshme të numrit të tyre në këto degë. Cilat janë degët më të preferuara sot? Teknologji, informacione dhe komunikimi, hoteleria e gjithashtu. Ekonomiku është në hidraulikë është gjithashtu. Shërbime të transportit. Elektroteknika është një degë shumë e bukur në shkollë, që të profilizon. Domethënë pothuajse të gjitha nga fakt. Shkolla jonë ofron 11 drejtime dhe pra kemi larmishmëri. 11 janë shumë. Brenda se cilës ka profilizime. Se brenda këtyre kualifikimeve kemi profilizime që shkojnë mbi 30 pastaj. Specializime që i quajmë. Profilizime. Të profilizosh brenda një, si që IT-a, me që unë dalëm të IT-a, të profilizosh në multimedia. Si që është gjuletërsi, po të shkon ose për gjuhë ose për letërsi. E qarë, profilizimi. Që shkojnë deri në 30. Apo së fundmi ne kemi fut në ndjezë. Qështra kemi fut në shkollë është bërë dhe profilizimi i sistemi duar, që do të thotë sistemi dyfish, në zënë si ndërkohë që shkollohet edhe mëson dhe punon dhe paguhet. Që do të thotë 2 ditë në shkollë dhe 3 ditë në punë. Mësojmë duke punuar dhe punojmë duke mësuar. Tani, a është e vështirë kjo pjesa lidhjes së kontratave me bizneset? Si funksionon kjo pjesa? Sepse në një farë mënyrë nëse ju nuk ofroni këtë, çfarë ofron pastaj arsimin profesional? Do të është pjesa më tërheqëse apo jo? Ajo që bëhet praktika, që e bën më tërheqës arsimin profesional. Shkolla ka infrastrukturë gjatë mirë. Presin juve bizneset këtë dohet të tjerë? Patjetër. Po, na përqafojnë, në letemi na përqafojnë shumë grave. Nise është si që nise? Jo, shkolla ka infrastrukturë shumë të mirë, madje unë e bëj krahasimin gjithmonë me veten, le të them, dhe është zhvilluar akoma më shumë, kushtet janë shumë të mira, kabinetet janë shumë cilësore, shumë të mira, me të gjitha kushtet e nevojshme, dhe pavarësisht se ofrohet praktika në biznesën, ne 50% të praktikës e bëjmë në biznes dhe 50% të bëjmë në shkollë, është një alternim. Por që patjetër na përqafojnë shumë bizneset dhe jo vetëm bizneset e Elbasanit, po edhe të Bregdetit, të Durrësit, kemi mundësinë. Praktika në biznes fillon që nga viti parë deri në vit 4, sepse sistemi jonë i arsimit profesional është 4 vjeçar dhe ndërthuret me praktikën në biznes. Por vjetre që kemi një lidhje më të qëndrueshme me bizneset, që do të thotë bizneset marrin zënësit tonë, i pëlqejnë, sepse janë profesionistë të kualifikuar dhe çfarë bëjnë? I punësojnë. Fillimisht kur janë në vit të 2 të 3 janë part-time dhe më pas i marrin më pas të i punësojnë në subjektet e tyre. Dhe kjo është një tjetër, pra ka ndikuar në një lidhje të qëndrueshme. Njësia zhvillimit, neve kemi përfaqësuesin që e koordinatori i lidhjeve me biznesin, gjithashtu shkolla jonë ka dhe një bazën e praktikës profesionale ku ka një përgjegjës dhe lidhen kontratat për çdo klasë, për çdo drejtim, dhe ndiqen rregullisht nga personat përgjegjës me mësuesin që dhe me mentorin, pra nga vetë biznesit saktohet një person i cili është mentor që i udhëzon, i demonstron dhe i kontrollon dhe i vlerëson në bashkëpunim me mësuesin e praktikës. Sa përputhen programet mësimore me kërkesat reale të tregut? Ne jemi në një situatë ku literalisht jo vetëm që na mungon fuqia punëtore në shumë nga industrit prodhuese, por apo edhe në hoteleri turizëm, por na mungon shumë stafi kualifikuar. Paktën një nga problemet që del çdo vit dhe që diskutohet jo vetëm në media është kjo. Për shkak edhe të një emigracioni të rinis, për shkak edhe të një uljes së një interesi, nuk e di sa reflektohet kjo në arsimin profesional, por ne kemi mungesë të stafit të kualifikuar. Le të themi, kjo është një ndër pikat që ju e keni në konsiderat në programin mësimor që të përfshini kërkesat reale të tregut që nesër ata të jenë përgatitur? Zakonisht në shkollë funksionon që çdo vit ne kemi letemi profile, por dhe drejtime të reja. Gjithmonë hapja një profil apo drejtimi bëhet në bazë të kërkesave të tregut. Çdo vit viti shkollor nis me një analizë të tregut që është normalisht nevoja që ka sektori privat për punonjës të kualifikuar. Paka shumë dhe ne si shkollë e dim kush sektor ka nevojë për kë lloj punonjësi. Mundohemi që shpesh, si Shmerela e di më mirë sepse është pjesë e Agjencisë Kombëtare të Arsimit Formimit Profesional me kurrikula të reja që të përfshihen dhe pjesë të biznesit, domethënë përfaqësues të bizneseve kur bëhet kurrikula e re, që të bëhet ajo lidhja
dhe le të themi shkëmbimi ideve, mendimeve dhe që ajo që nxënësi mëson teorikisht në shkollë, praktikisht pastaj e shikon në biznes. Pra biznesi që më janë mundohemi që të kemi një marrëveshje me bizneset, jo më kot është roli mentorit që e ndjek dhe udhëzon nxënësin në biznes. Sepse di çfarë ka mësuar nxënësi, di çfarë duhet demonstrojë nxënësi dhe çfarë duhet marrë nga biznesi. E ka biznesi bezdi që duhet tani të mësoj dikë dhe absolutisht jo. Kam persona të dedikuar, janë ndërgjegjësuar dhe bizneset. Janë ndërgjegjësuar dhe bizneset që fuqia punëtore kualifikuese është vetëm shkolla profesionale. Nuk mund të gjej më. Mund të shoh si investim që nuk ka benefit, ose që... Ne deri tani jemi të kënaqur, se të paktën shkëmbimi apo marrëdhënia që krijuar me bizneset është e kënaqshme. Ne nuk kemi shumë ëndësi afatgjatë, ne nuk është po kush është etaloni i matës që ne e shohim. Ne mendojmë sot për sot është etaloni i matës që ne themi kemi një marrëdhënie të mirë biznesi është fakti që çdo vit shtohen bizneset, rritet numri ndjeshëm i bizneseve. Ne prezantojmë kështu, domethënë si risi, në shkollë kemi këndet e biznesit që kanë ato logot, çdo biznes partner, dhe sa herë ndrota logoja e shkollës zëvendësohet me një partner të ri, ne të gjithë bëhemi me flet, me krah, sepse themi ushtu dhe një biznes, një mundësi tjetër për ca nxënës të tjerë që shkojnë në praktikë që do punësohen. Te tani marrëdhënia është reciproke, është e mirë, ka gjëra për përmirësim sigurisht, por që ne mundohemi që të reflektojmë si shkollë, si staf, edhe që t'i përshtatemi edhe nevojave të biznesit, po dhe biznesi të përgjigjet pas edhe nevojave që ka shkolla, që ti të aty për shkollën, kur është mundësia, kur është nevoja. Ne kemi këtë gjuhën e përbashkët që deri tani themi jemi të kënaqur, jemi okay. Sigurisht që e mira pastaj s'ka fund, po që atëherë mos edhe diçka tjetër, që neve në shkollë kemi edhe koordinatorin e kurrikulës, i cili nëpërmjet departamenteve merr her pas here, pra teston çfarë kemi neve nevojë dhe gjithashtu teston dhe biznesin ku çfarë mund të ndryshojë. Biles dhe këto pastaj paraqiten Agjencisë Kombëtare të Arsimit dhe Formimit Profesional. Dhe neve sot na erdhi udhëzimi i ri, sepse çdo vit selet kurrikulat ndryshojnë, jo të gjitha. Për shembull, si vjet janë disa drejtime, programimi që kemi ne, për shembull administrim zyre etj. Ka disa ndryshime sepse janë përshtatur me ndryshimet kohore, pra koherente, që kërkon tregu i punës. Pra janë të studiuara. E kuptoj. Tani, teknologjia është fundamentale, Biona, në arsimin profesional? Po, dhe po punohet mjaftueshëm, madje është pjesë e të gjitha profileve që ne kemi. Teknologjia është pjesë, le të themi, luan një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin. IT-a patjetër, do ndihmon të goxha dhe në ekonomik, po IT-a patjetër. Por marketingu digital është një modul i cili bëhet tek të gjitha drejtimet, sepse është dhënë përparësi pikërisht kësaj që ju dhe po thoni. Pra marketingu digital. Neve kemi gjithashtu shansin që nëpërmjet projektit SK4Jo Skills for Job ka investuar goxha me laborator, me kompjutra, pra janë një partner i fuqishëm që neve kemi parë goxha ndryshimin. Gjithashtu ne kemi mundësinë edhe është një platformë që quhet Mosovet.al, ku mësuesit edhe nxënësit lidhen në çdo moment, ka janë mësimet të hedhura me video, pra dhe janë dhe tërheqëse, të cilët në 24 orë në çdo ditë të javës nxënësit dhe në shtëpi mund të aksesojnë dhe është falas. Është falas. Pra, ka mundësinë. Ka materiale mbështetëse mjaftueshëm, po. Materialet mbështetëse kam përshtypjen se përshtypjen time personale, po edhe unë kam qenë në shkollë në sensin që siç është kurrikula. Nëse janë gjithë ndihmet aty. Po janë brenda bie lënda për mua në momentin që nuk e ke pjesën e teknologjisë në një lëndë që e ka të domosdoshme, bie si lëndë, nuk zhvillohet më. Cilat janë sfidat që ju përballeni sot? Se keni fol vetëm për gjëra të bukura deri tani. Tani tregoni dhe të vërtetat. Sfidat, gjëra që do doni të ndryshonit, investimet më të mëdha që do t'i kërkoni tishin, po që s'janë për një arsye, sfidat me nxënësit. Tani sfida, jo, patjetër që po. Shiko, sepse ne gjithmonë bëjmë krahasime me shkollat e tjera ku jemi, ku kemi qenë dhe themi që siç e tham për infrastrukturën nuk mund të flasim, jemi ndër 3 shkollat më të mira në Shqipëri përsa i përket infrastrukturës, jo vetëm domethënë Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit nga ne varemi, por edhe shumë projekteve të fituara nga kolegë apo shkolla. Rritja, unë thash, kemi 3 vite që ne po rrisim cilësinë, dhe kjo ka qenë sfidë për ne dhe mbetet sfidë,
Sfida më e madhe për mua është shtimi i numrit të vajzave në arsimin profesional. Nëse ne vazhdojmë rritemi me ritme të shpejta, do të rritet edhe numri i vajzave. Dhe gjithmonë në profesione atipike, pse mos kemi një vajzë në elektroteknik në vitin që vjen? Pse mos kemi një mekanike, një vajzë në mekanik, që është profesion atipik, por një vajzë mund ta bësh shumë mirë. Aty ka asnjë vajzë? Jo, në mekanike. Jo, absolutisht jo. Ndërkohë që dikur ka pas, mekanika ka qenë me vajza, elektroteknika, ato që ne sot i quajmë elektriciste, por ka qenë, shumica ka qenë vajza. Në IT janë vajzat. Në IT ka sa të duash, hoteleria, ekonomiku, tekstil, konfeksioni. Ndërtimi, dikur ka qenë plot me vajza, tani janë vetëm meshkuj. Pra, kjo është sfida më e madhe, të shtojmë numrin e vajzave në këto profesione dhe numrin e vajzave pa dyshim në rang shkollë. Është mentaliteti ende sfida, apo mendoni që ka kaluar si pjesë? Mbetet, sepse duke qenë se target grupi i shkollës nuk janë vetëm nxënësit brenda qytetit, shkollat në veçare qytetit, por janë rrethinat, janë fshatrat përreth, por edhe Gramshi, Cëriku, Belshi, Peqini, ku mentaliteti është shumë i vështirë se brenda qytetit, mbetet. Se mos për vajzat, por dhe për djemë, ndonjëherë janë skeptik prindrit dhe për djemë, dhe pse i kanë fëmijët djemë, janë skeptik ku do rrit, çfarë do bëj, si do vi, me si do kthehet, vështirësitë, jo po të qenurit 4 vjet shkollës, ndonjëherë krijon skepticizmi që shiko, humbet një vit më shumë tek ju sepse në gjimnaz është 3 vjet dhe pas 3 vjetëve shkon në universitet apo do ta gjej një punë që në fakt se gjendot. Por që vetëm i fituar. Shumë jo racionale, domethënë. Humbet një vit duke bërë shkollë, si mund të humbas? Patyshim, nëse vazhdon të investohet në infrastrukturë, të shtohen kabinetet, laboratorët, bazat prodhuese, do ishte shumë mirë, sepse ka më tepër të investohet për shkollën. Pjesa më madhe e nxënësve janë nga zonat rurale apo jo rurale? Shumica janë në zonat rurale, sigurisht është rrit numri i nxënësve nga zonat urbane brenda qytetit, zonat rurale, fshatrat për qark Elbasanit, por çuditërisht kemi shumë prurje nga bashkitë e tjera, siç është Belshi, Prenjasi, Gramshi, Cëriku, kjo dhe falë tani të këshillimit të orientimit karrierë që bëhet në klasat e 9-ta këtyre koordinatorëve të karrierës që është shtuar puna, edhe që vinë. Madje vjet kemi pas 2 nxënës nga Durrësi, një që vinte nga Tirana. Unë në klasën time kujdesari kam një nxënës që vjen çdo ditë nga Tirana dhe djega është në klasë me Irgin, djeg IT-n me Irgin, vjen nga Tirana çdo ditë. Kevi apo nga Bulqiza, nga Dibra kemi pas konviktor nxënës që vinë edhe nga zonat të larta për ndjekur arsimin profesional. Tani, çfarë do t'i thonit një prindi që ka dilema për të ardhmen e fëmijës së tij, ka dilema nëse duhet të zgjedh arsimin profesional ose jo? Po nisu, sepse unë jam një prind, përveç se jam pjesë e stafit, jam një prind që fëmia im studion në arsim profesional. Kam bërë një zgjedhje për djalin e dytë, ai është nxënës në shkollën tonë. Ti bëhesh automatikisht e besueshme. Dhe besoj se është zgjidhja më e mirë që do të kisha bërë ndonjëherë për fëmin. Dhe u bë thirrje çdo prindi të investojnë dhe nëse duan të bëjnë një investim të mirë tek fëmijët e tyre, është ndjekja e arsimit profesional. Sepse bëjnë ose le të themi kanë shtruar rrugën për vazhdimsinë e jetës së tyre, qoftë të shkollimit, të punësimit. Ka garanci më shumë? Patjetër që ka. Garanci s'ka askund. Unë them që ka. Ka. Dhe kështu siç po hecet, besoj se po vjen duke u rritur garancia edhe më tepër që në arsim profesional, patjetër që diku ky fëmijë që studion do ta gjej veten. Mirela, do shtosh diçka? Jo, më po më kujtohet, kemi pasur një komshi nga Shkodra dhe ai e kishte zakon. Do dhe që fëmijët e vetë kishin një profesion, nuk e donte shumë shkollën e lartë dhe thoshte, merre një profesion, edhe është i puna paltos, tabares që i thojnë ato. Tak, e morë një profesion, vare, ke aty, merre një profesion tjetër 2, së bëhet me të parë, ke 2-tën. Asë që të keqë nuk të gjenë, do me thënë. E bukur është edhe unë kam mbaruar arsim profesional ekonomikun dhe fillimisht nuk kam pas dëshirë të drejtën, ishin më shumë dëshira prindërve dhe më pas filloj të më pëlqente dega ekonomikut dhe sa herë që vinë nxënësit. Ne vazhdova universitetin ti? Po, vazhdova për ekonomik pastaj. U lodhe shumë do me. Ka dhe Blona Rasti që është një nxënës e shkollës që mbaroi. Unë jam ai rasti tipik që kam nisur një gjimnaz të përgjithshëm, kundërshtova prindrit, sepse prindrit e mi, ne jemi veteran tek shkolla, se prindrit e mi kanë qenë ish nxënës, unë nxënëse, vllai nxënës, domethënë jemi veteran të shkollës. Unë shkova në gjimnaz të përgjithshëm. Nuk e doja, shkak edhe paragjykimet, bëra një vit pushim,
dhe pastaj u riktheva në shkollë profesionale, që do të thotë mua më shkoj 5 dhe gjithsesi Kush paragjykoi ty që shkove në gjimnast përgjithshëm? Jo, unë ngjova paragjykimet që më bëheshin për shkollën profesionale. Më kanë qenë të forta, aq sa ndikuan edhe tek unë personalisht. Dhe bëre një vit pushim. Unë kam qenë unë kam bërë 3 muaj. Më fal që ta kuptoj mirë, se nuk po e sqaron mirë. Ti shkove në gjimnast përgjithshëm? Po, bëra 4 muaj. Pastaj shkove në shkollë profesionale? Jo, sepse kur unë kam studiuar nuk ka qenë mundësia që ti mund të shkëmbehesh e transferimit të nxënësve. Dhe unë detyrimisht duhet të bëja një vit pushim dhe të rikthehesha në shkollë profesionale. Që do të thotë mua më shkoj 5 vite dhe unë jam shumë e fituar dhe shumë e kënaqur. Që kështu asgjë nuk ka për të mbërë. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e programit, ishte shumë kënaqësi. Mua më pëlqen shumë kur ne hedhim dritë edhe mbi disa tema që për shkak të një mungese informacioni, një lloj errësire të prindërve mbase marrin dhe vendimet jo të duhura. Unë nuk them që duhet patjetër të zgjedhim se s'bën njërën, por gjithmonë është një opcion shumë i mirë. Mua pëlqen shumë fakti që shkolla është bërë sot zgjedhje, kjo profesionale, ti nuk humbet asnjë, në një farë mënyrë nuk ke kufizime, alternativat janë njësoj, universitetin mund ta vazhdosh, ke thjesht më shumë eksperiencë dhe mund të marrësh edhe eksperiencë jete, sepse puna në fakt është eksperiencë jete. Faleminderit shumë edhe një herë, do të takojmë mbase sërish për të diskutuar edhe tematikat të tjera. Faleminderit dhe ju që na ndoqët, do të takojmë të hënën tashmë, dhe si gjithmonë në orën 16.